Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Allahun e falenderojmë. Salati dhe selami janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Huraira radiallahu ta'ala an, i cili thot, kanë ardhur fukarat e muhajirve. Do thonë, disa fukarat e muhajirve kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo shprehje dëshmon se ngjarja ka ndodhur pas hijretit, do të thonë ngjarja ka ndodhur në Medinë. Për shkak se para hijretit s'ka pas muhajirë dhe ensar. Thot kanë ardhur fukarat e muhajirve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë bënë ankesë. Ankesa e tyne s'ka pas të bëjë me fukarallakun e tyne gjithsesi, edhe pse është përmend fukarallaku, ankesa e tyne ka pas të bëjë me sevapet, me veprat e mira. Pra kanë ardhur fukarat e muhajirve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë thonë: "Ja Rasulullah, vllazërit ton, të cilët Allahu i ka begatu me pasuni, i morën të gjitha sevapet, shkun me krejt sevapet." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çka ka ndodhur? Cila është ankesa juaj?" Thonë: "Ja Rasulullah, ata falen qysh falemi edhe ne. Agjerojnë qysh agjerojmë edhe ne." Do thonë deri çto ata me sevape, na me sevape, por kur po vjen puna, ata po e shfrytëzojnë pasunin e tyne për me bo vepra të cilat ne nuk i arrim dot. Ata dhonë sadaka edhe zeqat, ata shkojnë haxh, ata shkojnë luftë, ndërsa ne s'po kemi mundësi me arrit atë vlerë dhe me arrit ato sevape. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e pa keqardhjen e tyne për mundësitë e kufizume, ju thot: "Do t'ju mësoj diçka, të cilën nëse e veproni, do t'i tejkaloni të gjithë ata që kanë bërë gjëra të tjera. Edhe s'ka me mujt juve me ju arrit me vlerë dhe me sevap, e aq më pak me ju tejkalu, përveç ai i cili vepron sikur ju ose vepron më shumë se ju." Do thonë, po ja jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ngushëllim, ju i keni mundësitë e kufizuar në aspektin material, por i keni mundësitë e pa kufizuar në aspekte tjera, që s'lypin pasuni, s'lypin pare. Edhe ata gjithë interesim, gjithë mall për me dëgju këtë udhëzim edhe këtë këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka po na mëson ja Rasulullah? Thot: "Mas çdo namazi thuni subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar nga 33 herë." Jo kam mësu dhikrin mas namazit. Mas çdo namazi thuni subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar nga 33 herë. Verzioni i Buhariut është ky, përfundon çeto. Te Muslimi, që ky hadith transmetohet prej Ebu Dherrit, i cili prafërsisht çështo e ka rrëfimin, e kjo mundet me tregu, mundet me dëshmu se Ebu Huraira u kon prezent kur janë ardhur ata fukaraja mu anku, e ndoshta Ebu Dherri u kon në mesin e tyne që kanë ardhur. Po kjo pak ka rëndësi, ajo që ka rëndësi, hadithi e Ebu Dherrit te Muslimi, thot janë ardhur fukaraja edhe një herë mu anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë thonë: "Ja Rasulullah, këto që kanë mësove ti, shumë mirë, na kem të u kënaqur me ta, po ata të pasunit prej vllaznive tonë e ndëgjun këtë këshill tonën, fillun edhe ata me apliku si kur na, kështu që ata prapë po na e tejkalojnë me sevape." Pra sërish brenga e tyne dhe shqetësimi i tyne janë sevapet, nuk është gjendja as sociale, as ekonomike. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj po ju thot: "Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kjo është mirësia e Allahut,
të cilën ai në mënyrë të pavarur i ja jep kujt të doj. Ky hadith është i qartë, po me gjithë qartësinë e tij na jep të kuptojmë disa gjëra interesante. E para, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjithë sprovat që i kanë jetuar në jetën e tyre janë kanë të kënaqur me zgjedhjen edhe me caktimin e Allahut fuqiplot. Edhe kur janë ardhur me u anku ose me bot dert te pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk e kanë pas qëllimin me u anku për sprovën e varfënisë në asnjë mënyrë, për arsye se e kanë ditë se pasunit, gjendjet ekonomike janë të caktuar paraprakisht dhe pasunit janë të ndame. Sipas një urtësie të cilën Allah i madhruar e din, e ne mundemi kur mos me e ditë urtësinë, pse për shembull dikujt Allahu i ka dhënë më shumë, e dikujt i ka dhënë më pak, e dikon e ka lënë mesatar, e dikush duke mos qenë ndoshta fort burr i mirë, po prap Zoti i ka dhënë shumë pasuni, dikush duke qenë shumë burr i mirë, po Allahu e ka sprovuar me varfëni ose kështu me radhë. Të gjitha këto urtësi na nuk do të jemi në gjendje me i deshifru, edhe me i zbërthy, edhe me i kuptu, deri në kiamet. Kështu që rruga më e mirë edhe zgjidhja më e mirë është njeriu të pajtohet. Dhe sahabët këtë problem e kanë pas të zgjidhur. Nuk kanë pas të lashe me faktin se unë kam shumë, ose kam pak, filoni ka ma shumë se unë, ose ma pak se unë, por e kam pas gjithmonë një breng, një dëshirë dhe një lakmi, qysh me mujt me fitu sevape sa ma shumë. Qysh me mujt me kap shpërblime sa ma tepër. Edhe këtë shqetësim nuk ju ka ardhë marrë me e shpreh para pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili i ka këshillu në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të urtë edhe më të bukur, për shkak se dikush që thotë unë po falna dhe filoni falet, unë po agjeroj dhe filoni agjeron, po kur po vjen puna me dhon, ai po ka me dhon, unë s'po kam me dhon, pra se kam pas kojtën me pas për veti, po e kam pas kojtën me pas për me ndihmu dikujt, edhe me u gjind dikujt. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka dhënë mundësit e kapshme, ato që i kanë pas pranë dorës, e që në rregull mos u përqendroni te pasunia, mos u përqendroni te ato vepra sevapet e cilave fitohen duke dhënë, që po ju mësoj diçka tjetër. Thuni mas secilit namaz Subhanallah 33 herë, Elhamdulillah 33 herë, Allahu Akbar 33 herë. Edhe realisht mësimet e këtilla nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e tregojnë mësimin e dytë për këtij hadithi, që është vlera shumë e madhe e dhikrit, edhe mundësia shumë e volitshme që njeri me gjuhën e tij, edhe me fjalët e tij, edhe me dhikrin e tij, mundet me fitu sevapet cilat i tejkalojnë ato sevapet konkrete, mundën me i tejkalu ato sevapet konkrete që fitohen nga mes tjerash edhe nga shpenzimi i pasurisë në rrugën e Allahut fuqiplot. Në hadith ka ardhur sabaqal mufarridun, ata mufarridunët u kanë kalu të gjithëve, çështu ka ardhur në hadith, dy fjalë, sabaqal mufarridun. Mufarridunët u kanë kalu të gjithëve. Mufarriduni i bjen ata të veçantit, ata që s'munët kërkush me ushty me ta. I kanë thonë, kush janë ata ja Rasulullah? Ka thonë, ata janë edhakirun Allah e kathiran vë dhakirat. Ata të cilët e përmendin Allahun shumë, dhe ato, për femra bëhet fjalë, të cilat e përmendin Allahun shumë. Pra dhikri, përmendja e Allahut në të gjitha format legjitime, është mundësi e artë për me fitu shumë se cili njeri, edhe kjo është e dëshmuar me ajetet Kur'anit, edhe me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por me kushti është që me qenë shumë. Allahu i madhruar thot, ja ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besu, përmendeni Allahun me një dhikr të shumt, me një përmendje të shumt. Edhe kjo mbase është kërku prej neve për me u bë dallimin mes besimtarëve të sinqert, e të përzemërt, e të përkushtuar
dhe në mes munafikëve për cilët Allahu i madhruar thot se edhe ata e përmendin Allahun, por munafikët e përmendin Allahun pak. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dhe ata e përmendin Allahun fare pak. Edhe mësimi i tretë prej këtyre transmetimeve, prej këtyre haditheve, qëndron në faktin se megjithatë, ashtu qysh janë nda pasunit edhe gjendjet ekonomike, shoqërore, e kështu me radhë, ashtu që ju bën njerëzit të dallojnë nga njëri tjetri me pamjet e tyre, me të gjitha ato me çka Allah i ka begatu njerëzit, Allahu i ka bërë të dallojnë edhe me të arriturat e tyre edhe në fushën e sevapeve dhe shpërblimeve. Dhe kur kanë thonë sahabet fukara, ja Rasulullah, ata pasunikët e dëgjuan atë çka na mësove ti dhe edhe ata po bojnë të njëjtën vepër, po na i kalojnë prapë me sevape, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë: "Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kjo është mirësia e Allahut, të cilën Allahu i jep në mënyrë të pavarur kujt të doj. Po këtu menoj që të gjithë ne, pavarësisht gjendjeve tona, niveleve tona, do të me kuptu një gjë. Çdo vepër e mirë që e bëjmë, çdo mundësi që e kemi për me fitu sevap, megjithatë është fadlullah, është mirësia e Allahut, nuk është mirësia jo. Do të thonë çdo vepër që e bëjmë, çdo dhikr që e bëjmë, do të me qenë mirënjohës Allahut të madhruar se ai na e ka mundësu, për ndryshe sigur të mos ishte kjo mëshirë dhe kjo mirësi e Allahut që na i mundson me i bë veprat e mira, sigurisht që nuk do të arrinim as veprat mira me bë, e as vlera me kap, e as sevape e shpërblime me meritu. Allah ju shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.